Të nderuar familjar të dëshmorëve, të nderuar ushtar ose veteran, invalid, i nderuar Zoti Muhamet Bilali, përfaqësues i organizatave të dalura nga lufta, nderuara Ibadete Llogiçi, kryetare e shoqatës dëshmorëve të komunës Shqipjanit, përfaqësues të KFOR-it, nënkryetari i komunës Zoti Diamant Bytyqi, familjar të tjerë të dëshmorëve martirëve, drejtar, përfaqësues të institucioneve, Zoti Zener Tasholli që sot jemi ne, dhe gjithë ju të tjerë që jeni prezent. Sot nuk kemi mbledhur këtu për një ceremoni të zakonshme, por jemi mbledhur për të nderuar jetën dhe gjakun që u dha për lirinë tonë. Jemi këtu për të kujtuar e për të nderuar bejt e bijat e kësaj toke, ata që nuk kursyen asgjë, ata që sakrifikuan gjithçka dhe u flijuan për idealin më të lartë njerëzor për lirinë tonë. Ata nuk e deshtën luftën, por nuk e pranuan robrinë. Nuk kërkuan asgjë për vete, por dhanë gjithçka për lirinë dhe largimin e pushtuesve nga trojet tonë. Liria nuk ka ardhur vetë, as nuk ka rënë nga qielli. Liria është paguar me gjak, është paguar me plagë, është paguar me dhembje që ende nuk janë të shëruara. Janë themelet e kësaj republike, gjaku i tyre, është fryma që ne marrëmi sot në lirinë e vendit tonë. Gjaku i dëshmorëve është shndruar në alfabetin e lirisë tonë, ai flet në çdo rrugë që ecim, në çdo shkollë ku mësojnë fëmijët tonë, në çdo fjalë shqipe që sot e themi pa frikë. Ne nuk kemi të drejtë të harrojmë kalurën tonë, përpjekjet shekullore të brezave për çlirimin e vendit tonë, deri tek lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës në krye me komandantin legjendar Adem Jashari, e nuk duhet as të heshtim kur dikush përpiqet të përdhos atë. Ata nuk e flijuan jetën që liria të shndrohet në marketing elektoral as politik. Vendi ynë ka nevojë për shërbëes publik të përkushtuar, që me ndershmëri e dignitet mbrojnë idealet për të cilën u dha jeta e dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Ne e kemi një borxh që nuk shlyhet kurrë. Ky borxh shlyhet me shtet funksional, me arsim cilësor, me shëndetësi dinjitoze, me ekonomi që i mban të rinjët tonë këtu dhe nuk marrin rrugën e migrimit. Sot, kur e gjithë bota ecën përpara, Kosova nuk mund të mbetet peng i konfliktet të brendshme dhe interesat ngushta. Na duhet bashkëpunim jo përçarje, na duhet zhvillim jo izolim, na duhet drejtim me vizion, jo udhëheqje me inat. Të dashur qytetarë, të nderuara familje të dëshmorëve martirëve, Komuna Lipjanit është dhe do të mbetet e përkushtuar në ruajtjen e kujtesës sonë historike. Por, kujtesa nuk është vetëm një plak për kujtimore apo një shtatore. Kujtesa është kulturë, kujtesa është edukim, kujtesa është respekt për vlerat e luftës dhe sakrificës. Është detyrim që brezat që vijnë të rriten me të vërtetën, me krenarin për të kalurën tonë dhe me përgjegjësinë për të ardhmen. Prandaj, përveç shtatorëve që sot nderojnë dhe zbukurojnë qytetin tonë, që nga shtatorja e komandantit legjendar Adem Jashari, Ismet Aslani, Haredin Bajrami, Xhavet Kozhani, Arsim Zeçiri, Rushdi Shabani, ne do të vazhdojmë me insistim për të ndërtuar kujtesën tonë dhe obileskun e lirisë ku do të skalitën emrat e gjithë dëshmorëve të komunës Shqipjanit. Dhe këte nuk e bëjmë për sot, nuk e bëjmë për dje, por e bëjmë për të ardhmen e vendit tonë, sepse brezat që vijnë duhet ta dinë, duhet ta memorojnë që kalura jonë është e kaluar e lavdishme, mbi themelët e së cilës marrëmi frymë dhe është ndërtuar liria dhe shteti ynë. Këto monumente nuk janë thjesht objekte, por do të jenë një thirrje për brezat që vijnë. Mos ta ndërtojmë të ardhmen duke harruar kalurën. Lavdije përjetshme gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit, respekt për veteranë dhe invalid të ushtrisë shqiptare të Kosovës, respekt për familjet e dëshmorëve dhe martirëve të kombit.
Të nderuara familjet e dëshmorëve të kombit, të respektuar invalidët dhe veteranët e luftës së UÇK-s, i nderuari kryetari Komunës së Pjanit Zotëri Emir Ahmeti, të nderuar përfaqësues ushtarë të porit, jemi rjos se do t'jemi gjithë që në ditë më të vështira keni qenë prapë ne dhe sot që jemi këtu për Zotin. Të respektuar të pranishëm. Sa herë vjen 14 qershori, vinë edhe kujtimet për të rënë tanë. Kudo në frontet e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, sa herë kujtojmë 14 qershori, i kujtojmë dhe nderojmë dëshmorët e kombit të kësaj ane që kanë rënë në altarin e lirisë. Ata që kanë rënë për liri, kanë moshë, gjithmonë janë të ri, ata nuk kanë ditë vdekje, ata kanë ditë rënje. Prandaj ata asnjëherë nuk plakën, kur do herë janë në moshën e lullës së rinisë, si mosha e lirisë për të cilën ata kanë dhënë jetën e tyre, e cila është për herë e re. Prandaj edhe sot, kur po i kujtojmë dhe nderojmë, na duket se muaji qershor na ka marrë në diçka nga jeta jonë, po ashtu duket se na ka dhënë diçka nga jeta tyre. Bashkëpunëtarët tanë, ata që kanë rënë, na kanë dhënë lirinë për të cilën kanë luftuar dhe janë sakrifikuar brezat e tërë të shqiptarëve në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Të nderuar familjarë të dëshmorëve dhe të martirëve të kombit, invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, i nderuar kryetar Zoti Emir Ahmeti, përfaqësues të institucioneve dhe partive politike, mysafir, si dhe të gjithë ju të pranishëm. Mirë se erdhët në manifestimin tonë qendror për kujtimor për nder të dëshmorëve dhe të Komunës së Lipjanit. Kujtimi për dëshmorët është gjithmonë i freskët dhe i pranishëm në çdo moment, por kur afrohen përfituesët, ndjenjat janë krejtësisht tjera, nga se kujtojmë rënien e tyre, kujtojmë ato ditë sa të dhimbshme, aq edhe krenare e të lavdishme. Të gjithë këta dëshmorë deshën babë e nanë, deshën familjet e tyre, edhe ata kishin ëndra për jetën, por që ëndra për liri i kishte kalitur para kohe, dhe ëndrën më të madhe kishin lirinë e Kosovës. Kësaj toke shqiptare ja falën gjakun, jetën, me qëllimin e vetëm që ky popull të jetë i lirë dhe i pavarur. Vërtet liria është e shtrejtë, sepse paguhet me jetën e më të dashurve, sakrifit që nuk ka çmim, pos çmimit të lirisë. Ata që ranë me pushë në dorë dhe marrën titullin dëshmor, nuk do të kenë nevojë për përfitore të rënjes e as për akademi për kujtimore, sepse ata me flimin e jetës së tyre e kanë kryer detyrën ndaj atëvejut dhe ndaj popullit. Jemi ne, ata dhe brezat që do të vinë, të cilët kemi nevojë për përfitore dhe akademi për kujtimore kushtuar dëshmorëve. Nga se sa herë ti kujtojnë dëshmorët, së bashku forcojnë besimin në vetën tonë. Sa herë i vizitojmë dhe i nderojmë ata, gjejmë frymëzim për të punuar me ndershmëri për ardhëun tonë. Tani do të përmendim dëshmorët e komunës sonë sipas datës së rënjes. Dëshmori i parë nga komuna e Lipjanit është Sadik Shala nga fshati Klençk, i cili ushqeu dhe mirëpriti luftëtarët e lirisë. Në shtëpinë e dëshmorit ishte shtabi i brigadës 121. Sadik u shfrytëzoi tërë potencialin e tij në shërbim të luftës qeveritare. Ishte bashkëpunëtor i ngushtë i komandant Kumanovës, Ismet Jashari. Bie dëshmor në luftën e Rahovecit me 19 korrik 1998. Trupi i tij pushon në varrezat e dëshmorëve në Dobraj.